Të nderuar miq të Veriu Sporti, jam në Kavaj. Jemi të ftuar pikërisht në festën e 100 vjetorit të klubit sportiv Besa. Sapo ka përfunduar ceremonia madhështore ku për rreth 2 orë pati momente shumë interesante. E gjithë historia e sportit Kavajës u përcot në këtë skenë. Kundër të tjera protagonisht ishte edhe kolegu ynë Fatmir Fica, i cili dhuroi edhe librin për historinë 100 vite sport, 100 vite futboll në Kavaj. Fatmir, urime për gjithçka. Faleminderit koleg. Ne udhëtuam nga Shkodra, isha së bashku me kolegun tim Agroni Sufi dhe sinqerisht kaluam momente interesante. Më gëzohen që ju erdhët. Dhe e dyta, që këto emocione ja përcjellni edhe gjithë Veriu Sport, një tredh që atje ka lindur futbolli. Shkodra është djepi i futbollit. Veriu krenohet me Shkodrën, ne krenohemi të gjithë së bashku në këto zhvillime të mëdha, ku një për tyre ishte sonte në Kavaj. 100 vite sport, 100 vite futboll në Kavaj dhe askush më mirë se ju nuk e kishte përshkruar aq bukur me emocione edhe në librit, që një pjesë e librit u evidentua në këtë ceremoni. I kënaqur për botimin e librit, por edhe për atmosferën që sot përcollet në këtë skenë. Pa diskutim jam shumë i kënaqur, ndërkohë që dua të them që ky nuk është thjesht një libër, por këtu në të vërtetë është e gjithë jeta e futbollit Kavajës, po për 50 vitet e fundit, po i shtoj është edhe jeta ime. E quaj librin e jetës. Pati shumë momente interesante, vlerësime, po kulmi ishte 11 shekullit. Me vërtet shumë emocionuese për zgjedhja, por edhe emrat e goditur. Ata që ndoqën kriteret që ne përmendëm, do të na japin të drejtë se kemi vepruar me maturi. Dhe unë ndjehem mirë për këtë, nuk kam qenë në komision, por ndihmova me gjithçka kisha mundësi, në veçanti për performancën e vlerave dhe arritjeve sportive të këtij brezi që fitoi sonte. Dhe jam i bindur që sado anketat bëhen, këta që ishin sonte, këta do të mbesin, janë vërtet yje. Shumë prej atyre emrave ne kemi përjetuar edhe në stadiumin e Shkodrës Loro Boriçi, sepse Vllaznia dhe Besa dhe Vllaznia kanë qenë një duel i kahershëm në futbollin shqiptar. Pa diskutim, ne ndjehemi mirë në Shkodër, sepse Shkodra dhe Kavaja jo më kot janë quajtur djep të futbollit shqiptar. Natyrisht nga skuadrat e rretheve, duke marrë në konsiderat çfarë zone përfaqëson Shkodra, Besa dikur është quajtur as qytet, por lokalitet. Ndaj, kjo skuadër e quajtur e vogël ka bërë hapa kaq të mëdhej, ka bërë një, do të thoja, një histori kaq të madhe me këta emra që u përmendën të gjithë, por ajo që unë shoh si voluminoze është pjesa e kontributeve në ekipin kombëtar, sepse emrat Kavajës, nga Qamil Teliti, te më i fundit Tedi Cara apo Mario Dajsinani, pa përmendur shumë e shumë të tjerë, sepse vërtet është një listë e gjatë, ajo na mbush më shumë me krenari. Dhe ky shesh sonde jehoj edhe për këto vlera shumë të mëdha të shprehura në dimension kombëtar. Kjo festë 100 vjetorit e shërbeu dhe për një lajm shumë pozitiv për sportin Kavajës, ndërtimi i stadiumit të ri. Pra u deklarua miratimi i projektit të stadiumit të ri. Kjo vërtet na ka mrekulluar. E prisshim prej kohësh këtë lajm, por situatat e ndryshme edhe për shkak të shumë dëmeve që shkaktoi tërmeti ndërfamiljar të ndryshëm, mbase vëmendja ishte në fillim të sistemoheshin familjet në nevojë, dhe tani vjen një nevojë tjetër, që Besa të ketë infrastrukturën e saj moderne, ndaj ne sonte jemi vërtet të lumtur, që sa më shpejt kjo vepër tu kthehet qytetarëve të Kavajës dhe ata të shijojnë futbollin e vërtet. Edhe diçka ndoshta fundit, por shumë emocionuese dhe diçka personale, ishit në bashkëdrejtim me kolegën tonë Vjerta Sako dhe i dhap një performancë të jashtëzakonshme këtij sheshi. Si e ndjet veten për krah kësaj prezantuese? Unë në fakt isha njeriu që i thash drejtuesve të mi të bashkisë që duhet vi një emër i madh dhe i prezantimeve, i moderimeve. Ne në fakt ftesja bëm fillimisht dhe Frimet Hasanit, por për shkak se ai u angazhua te dokumentari, hoqëm dorë nga Defrimi, se s'mund të bëshin gjitha nga një dorë, dhe zgjodhëm Miss Shqipërinë e dikurshme, atë zonjë të nderuar që ne vërtet na bën krenar për moderimet sportive, për rubrikën sportive, për emisionin Gol në RTS Sport, por që është një mike dhe një shoqe jonë shumë e mirë. Ajo ndoshta nuk na dëgjon tani për shkak të një impenjimi tjetër,
por jam I sigurt se do t'i shkojë në vesh konsiderata jonë e madhe, jo e imja personale, po e gjithë trupos gazetareske shqiptare. Kudo, nga veriu në jug. Ju nga veriu jeni vetë këtu. Ndërsa edhe jugu, jam I sigurt se do ta përjetoj këtë johon, po kaq sa e patëm ne sonte në Kavaj. Fatmir Fica në emrin tim personal, por edhe të gjithë shkodranëve, futbollist, veteran, sportdashës dhe I gjithë opinionit verior, përfitoj nga rasti t'ju uroj edhe një herë 100 vjetorin e futbollit Kavajës, edhe 100 të tjera, thuhet të tilla raste, ku pa diskutim e thash edhe me herët, u tha dhe në aktivitetin e këtë ceremoni ju keni meritat e jashtëzakonshme. Jo pse jemi së bashku në këtë intervistë, por vetë fakti, botimi I 3 librave dhe përmbledhja e historisë. Ky është libri I 9 në logjikën e botimeve. Unë dëgjova kur tha që I kam dhuruar presidentit të Republikës. Presidentit I janë dhuruar 3 libra. Pra fakti është keni qenë dhe jeni shumë aktiv dhe jeni me të vërtetë një busull orientuese dhe një kontribuese I jashtëzakonshëm I sportit në tërësi dhe kryesisht I futbollit. Unë ndjehem krenar edhe për një gjë, se jam fiks bashkëpunëtar me ju Gaci, një mik dhe kolegi imi I hershëm, ndërkohë që unë në Shkodër, thuaj se kam një familje dytë me kolegët e tjerë, me Edmond Dibrën, me Agroni Sufin, por dikur me të madhin të papërsëritshëm në veçanti për statistikat, I Mërstërniqin e madh, familjes të cilit I përcjell një përshëndetje speciale, që të rrojmë e të kujtojmë emrin e madh, figurën e madhe, atë kontribut të shkëlqyer që ka dhënë I Mërstërniqi. Ndërsa ju, them që jeni në cilësinë e them hapur, mos e merrni si kompliment, jeni universalizmi I vërtet I profesionit gazetarit sportiv. Ky është shoku im, miku im, kolegu im, një njeri I familjes për ne, ky quhet Gasper Marku, dhe unë jam krenar që ju sonte ishit vetë këtu dhe u gëzuat paq sa unë për këtë festë që u bë. Ju falenderoj shumë, të nderuar shikues, isha me Fatmir Ficën, njeriu simbol të medias sportive në Kavaj dhe në gjithë Shqipërinë. Është zëri simbol I komentimit në emisionin radiofonik nga njëra ndeshje në tjetrën, por një histori e gjallë e gjithçka lëviz në fushën sportive në këtë qytet. Edhe një herë Fatmir Fica urime për 100 vjetorin dhe suksese Besës Kavajës, rikthim në superiore dhe urime për stadiumin e ri. Faleminderit juve, inshallah fjalët tuaja, këto urime që ju po jepni sot këtu në Kavaj, do të materializohen dhe futbolli I Kavajës do të rikthehet atje ku e ka folen, në elitën e futbollit shqiptar. Respekte Fatmir.